karkaleca deti to përgatit për sot, edhe zakonisht i përgatit burri, po nuk ishte ko, edhe thash hajde do t'i bëj unë. Për të gjithë juve që jo i pastrove, jo si pastrove, e ta dini që i pastroj karkalecat, vetëm që nuk kam kohë gjithmonë që t'i tregoj në video, se është e vështirë që të bësh një video duke pastruar karkalecat, se duhet të kapësh karkalecin, pastaj të vesh të lash duar, të kapësh telefonin, pastaj që të ndalosh videon, prap të kapësh karkalecin, që kështu e njerëz të dashur edhe të bukur, e kursejni komentet negative se nuk ka njeri që nuk kujdeset për veten e tij dhe për familjen e tij, edhe sidomos në 2025-ën që i dim të gjithë këtu po kërcej. I dim të gjithë se si duhen të gjithë, më të shumë të dim rregullat e kuzhinës, edhe përderisa më shikoni që gatuaj 100 receta në muaj, mendoj se di pak gjëra nga kuzhina, po nejse faleminderit që më keni me merak. Si shikoni karkalecat janë gati, u mora me muhabet, po e pat recetën, ne. Ciao!